Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ardhur pranë jush me lajmet edhe me ngjarjet më të fundit. Në fakt, ka pikë pyetje të mëdha rreth Luizit edhe Kiarës, ku është Luizi, ku është Kiara, pse ato nuk janë shumë aktiv në rrjetet sociale, çfarë po ndodh me to, a është mirë situata, Tiron ti ke informacione. Nga të gjitha informacionet që kam arritur të marri unë, Luizi edhe Kiara janë shumë të lumtur me njëri tjetrin, janë shumë të gëzuar me njëri tjetrin dhe din t'i dhurojnë shumë emocion dhe dashuri njëri tjetrit. Do me thënë, i japin atë energjin që në fakt i mungon njëri tjetrit. Dua pranë jush të vi me të rejat më të fundit të tyre. Ju e dini shumë bukur që Luizi ka në plan dhe ka planifikuar që të bëj një surprizë shumë të bukur, do me thënë do të na vinë në media, do të shfaqet ndryshe nga të gjitha herët që ne kemi parë. Ka patur skeptik në qoftë se Luizi do të mundet ta realizon këtë mision. Tani Luizi ka dëshmuar që zgjuarësia e tij, inteligjenca e tij, njerëzilliku që Luizi ka në zemër di të realizoj shumë gjëra. Dhe me patjetër që edhe këtë misionin do ta realizoj aq bukur sa që do ta qanë, do ta jeton fort këtë mision dhe me patjetër që Luizi do të jetë në qendër të vëmendjes. Unë jam i lumtur që Luizi do të vi me një emision që nuk ekziston. Në trojet shqiptare nuk ekziston. Do me thënë, kemi patur talk show se i ngjan natyrës së talkut, por nuk është një talk ashtu siç jemi mësuar ne ta shohim. Është një talk krejtësisht i veçantë, është një talk krejtësisht i bukur që na dhuron energji, që na dhuron pozitivitet dhe që na bën të ndjehemi të gëzuar. Luizi do të vi në formën ato talke që i keni parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thënë do të jetë po i ngjajshëm, që do të ketë brenda humor, do të ketë music live, do të ketë adrenalin, do të ketë rrëfime historish, do të ketë rrëfime suksesi, do të ketë dhe dështime, do të ketë domethënë gjithçka që njerëzit i kanë mbërthyer dhe i ka lënë që ato domethënë të pasionohen pas tij. Por a do të jetë Kiara pjesë e këtij rrugtimit? Tani, duke u bazuar në rrugtimin që kanë bërë çifti, që Luizi në fakt ka qenë mbështetja e paimagjinueshme e Kiarës në të gjithë rrugtimet e saj, me patjetër që në këtë nismë edhe Kiara do të jetë mbështetja më e madhe e Luizit. Unë mendoj aty ku është dashuria, aty ku është respekti, aty ku është vlera, me patjetër që vjen edhe suksesi dhe mbështetja dhe unë e pres në fakt që Kiara të jetë pjesë e këtij emisioni. Nuk ma merr mendja që do të jetë çdo puntat, por besoj që në një nga puntatat apo në nismën e parë, Kiara do të jetë pjesë e këtij rrugtimi, do të jetë pjesë e këtij emisioni dhe besoj që do të vlerësohet pafund nga të gjithë fansat, ndjekësit të cilët e duan, e mbështesin dhe e simpatizojnë Kiarën dhe Luizin.